Emisioni në shënjestër publikoi dokumente të reja nga hetimi i SPAK, që zbulojnë përfshirjen e Laurent Dervishajt në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Dervishaj, i ekstraduar nga Dubai si i dyshuar për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doi në vitin 2019, rezulton se në vitin 2020 ka qenë pjesë e një rjeti të madh trafikantësh që sillnin drogë nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Hetimi është mbështetur te mesazhet e dekriptuara të aplikacionit SkyEtcs, të siguruara me ndihmën e autoriteteve franceze dhe belge. Bisedat tregojnë se Dervishaj, bashkë me Erion Alibej, Artur Hoxhosmanin, vëllezërit Hoxhosmani dhe persona të tjerë, organizonin transportin e tonelatave kokainë të fshehura në kontejner me fruta ose paleta drusore, që kalonin përmes porteve të Anversës dhe Rotterdamit. Episodi i parë i dokumentuar lidhet me sekuestrimin e 989 kg kokainë në Belgjik, ku përfshiheshin ngarkesa që i përkisnin Dervishajt dhe Hoxhosmanit. Në komunikime, Dervishaj shprehet i nervozuar pasi disa dërgesa radhazi janë kapur nga policia, ndërsa tregon se brenda porteve kishin rekrutuar doganier për të lehtësuar nxjerrjen e drogës. Pavarësisht dështimeve, grupi tentoi vazhdimisht rrugë të reja trafiku, duke provuar edhe sasi më të vogla. SPAK ka dokumentuar disa raste të sekuestrimeve gjatë vitit 2020, ndërsa sot shumica e personazheve kyç janë në burg dhe përballen me akuzën e trafikut ndërkombëtar dhe pjesëmarrjes në grup të strukturuar kriminal.